Përshëndetje, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sonte me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të komentuar dhe për të analizuar pak mbi këtë fenomenin që po trondit median shqiptare. Pyetja më e madhe që në fakt bëhet është se kush është Mimoza Ahmeti dhe pse Mimoza Ahmeti është shndruar në një fenomen. Tani, unë do të analizoj pak lojën e saj dhe do të flas për të. Ju e dini shumë bukur që në kohën të Big Brother VIP Albania 2, unë kam qenë një komentues i rregullt i showbizit, i jetës së artistëve, i formateve të këtilla. Kam treguar se funksionimin e këtij formati, domethënë se si funksionon ky format dhe çfarë e bën të preferuar jashta fermës një banor apo jashta Big Brotherit. Tashi Mimoza është në qendër të vëmendjes. E gjithë shtëpia është kundër saj, domethënë ne kanë bojkotuar. Gjatë natës sonte që po bisedonte me Ilirin, se pa marrë parasysh se çfarë energjie dhuron Iliri në shtëpi, edhe pse është duke luajtur me një kartë që mundohet domethënë ta godet Mimozën, që mundohet ta ul vlerën e Mimozës, që mundohet Mimoza të mos jetë kryesorja në sken, domethënë është duke përdorur ca klane të shëmtuara për ta denigruar Mimozën, për ta mërzitur Mimozën. Mimoza përsëri gjatë kohës kur po bisedonte tek zjarri, sepse sot ka qenë gjithë ditën e vetme, domethënë asnjë nga banorët nuk ka qëndruar me të, asnjë nga banorët nuk e ka ndarë një muhabet me të, ka qenë shumë e mërzitur, sepse Mimoza që mbrëm medaljen e Adionit e pa që banorët ju kthyen krejt kundër saj, Mimoza nuk ka qeshur tër ditën dhe tek zjarri kur po qëndronte me Ilirin, domethënë uroj mos e keq përdorën Iliri këtë afrimitetin, sepse unë pa shumë njerëzillik nga ana e Mimozës, domethënë ajo nuk u tregua lojtare, ajo nuk luajti lojë, ajo thjesht tregoi njerëzillik. Ajo i tha Ilirit që kam qenë tër ditën e mërzitur, kam qenë tër ditën e stresuar dhe ja tani brenda orëve të natës po qesh pak. Domethënë Mimoza arsyeja pse publiku e do kaq shumë, pse publiku e mbështet kaq shumë dhe pse publiku e ka shndruar në një fenomen Mimoza Ahmetin, është fakti sepse Mimoza është shumë njerëzore dhe është shumë e drejtë, është shumë e sinqertë, sepse po të ishte ndonjë banor tjetër, do ta kishte përdor këtë gjë, do të ishte viktimizuar, do të kishte bërë një dinamik të madhe brenda shtëpisë etj. Por Mimoza nuk përdori gjë. Mimoza përkundrazi mbrëm ka fjetur shumë herët sepse ka qenë shumë e mërzitur. Sot gjatë gjithë ditës ka qenë në mendime, për shembull tek Vila që po qepnin ato fustanet me Bujakën, në një moment kur Bujaka iku të merruj, është i vetmi banor që i qëndron pranë Mimozës, Mimoza filloi që të qante dhe i fshinte lotët, sepse unë e shoh që Mimoza e ndjen këtë presionin edhe ka arritur ta ndjen këtë urrëtitjen e madhe, sidomos gjinia femrore që e ka kundërdrejt saj që mua më duket e tmerrshme. E pash se sa e kishte të nevojshme të bisedon me Malborën, e pash se sa e kishte të nevojshme të bisedon me banorët e tjerë, sepse Mimoza që në momentin e parë kur ka hyrë në fermë dhe gjatë gjithë ditëve, e vetmja gjë që ka thënë, sepse është shumë e kujdesshme, ju gatuan ushqime, ju bën gati kosin, ju bën gati dhallin, domethënë gjitha Mimoza i bën këto gjërat, edhe gjatë gjithë kohës Mimoza në fermë ka thënë që unë kisha nevojë të kaloj disa ditë të lumtura me njerëz të mirë, me njerëz. Domethënë ajo gjatë gjithë kohës ka treguar që jashta fermës po kalon një jetë shumë të vështirë, një jetë shumë të rëndë, një jetë katastrofike. Dhe ajo, me sa unë e kuptoj, domethënë të gjithën këtë lojën që po e bën, e ka të nevojshme shpirtërisht të merr dashurinë, të bën shaka, të luan, sepse ndoshta nuk është ndier asnjëherë kaq e lirë jashta kësaj ferme. Unë e di vetëm një gjë, që në momentin që produksioni do të vendosen që të transmeton linjën e jetës së Mimozës, jam i bindur që me atë që ne do të dëgjojmë që kjo zonjë e nderuar ka përjetuar, ne do të befasohemi dhe do të shokohemi. Mendoj që aty edhe më shumë Mimoza do të shndrohet në një fenomen.
Mua më vjen shumë keq për banorët që kanë arritur që para njerëzillikut, para vlerave të bukura, të nxjerrin inatin edhe urrëtitjen, sepse ndonjëherë më mirë është ne të luftojmë që atë 200.000 euroshin ta merr një njeri që vërtet i duhet dhe ta ndryshon jetën e tij, sesa të luftojmë për veten tonë. Nuk e di, ndoshta jam edhe pak si tepër njeri me shpirt të butë edhe ndoshta gjithmonë në jetën time i kam vënë gjërat e të tjerëve para vetes dhe më ka interesuar lumturia e njerëzve të cilët vërtet nuk kanë qenë të lumtur në jetë. Më ka interesuar lumturia e njerëzve të cilët vërtet nuk kanë patur mundësi në jetë. Dhe në këtë rast unë teksa e shoh mimozën, domethënë e shoh një shpresë të vetme që mimoza e ka për të rindërtuar jetën e saj dhe ndoshta për të bërë vajzat e saj që i përmendën të lumtura. Tani do më thoni, ok, Tiron, po ti je i padrejtë edhe atyre fermerëve të tjerë u duan. Unë mendoj që fermerët e tjerë duhet më së shumti të luftojnë për të ndërtuar një imazh të bukur që këtë imazhin ta përdorin edhe jashtë fermës, sepse kontratat kur ti arrin suksesin e madh, kur ti arrin shikueshmërinë e madhe, kontratat të vinë pa problem. Dhe ti ato 200.000 euro jashtë, po patë zgjuarësi mund t'i bësh 400.000 euro. Do të thënë me kontrata që mund të marrësh. Dhe unë mendoj që ato janë të gjithë të ri dhe kanë jetën përpara për të ndërtuar një imazh të tyre më të bukur, domethënë se sa kjo që kanë përzgjedhur. Unë u preka shumë, me thënë të drejtën, me mimozën, sepse e shikoj që mimoza ndjet tepër e kërcënuar brenda asaj shtëpie nga fermerët e tjerë. Sot kanë qenë tepër të devijuar, kanë qenë tepër jo njerëzor, domethënë nuk e kanë afruar fare, kanë ndenjur gjatë gjithë ditës së vetme, saqë e pash që edhe tek ushqimi nuk është se e hëngri të thuash mimoza buk sepse e përjetoj shumë keq. I vetmi është bujaka i cili ka përzgjedhur që t'i qëndron pranë, që domethënë nuk e shikon interesin e lojës, nuk e shikon interesin e çmimit të madh, por arriti ta kupton që domethënë të gjitha këto janë kthyer kundër dhe këto kanë një strategji dhe prandaj nuk më duket i sinqert i liri në bisedë, sepse Moza sonte ishte shumë e sinqert me të. Këto kanë një strategji të vetme dhe strategjia e këtyre është që domethënë ta denigrojnë personalitetin e mimozës, që mimoza të mërzitet aq shumë aty brenda dhe të vendosen me dëshirën e saj të largohet nga ferma. Por unë e shoh mimozën një grua të fuqishme, unë e shoh mimozën një grua të guximshme, e shoh një grua që domethënë është mësuar me vuajtjet e jetës, sepse ka kaluar një vuajtje jashtëzakonisht madhe jashtë fermës dhe mendoj që edhe këtë trysninë e madhe që po i bëhet aty brenda, ajo do ta përballon. Por më vjen shumë keq që në shoqërinë tonë të mrekullueshme shqiptare, do të thënë ekzistojnë fenomene të tilla që largojnë një grua, nuk e afrojnë një nënën e tyre, sepse është nëna e tyre, dhe nuk din të respektojnë qoftë le ta bëjnë këtë fermë për të ndihmuar një personi që vërtet ka nevojë të ndihmohet dhe vërtet ka nevojë që ta merr atë çmimin e madh. Mua sinqerisht mimoza më dhimbset shumë, sepse edhe mikeshat e saj, edhe koleget e saj, edhe njerëzit e saj të afërt tregojnë që domethënë është një artiste që vërtet ka nevojë për ndihmë sepse është në gjendje shumë jashtëzakonisht të rëndë financiare. Unë uroj me zemër që mimoza të merr veten dhe banorët ta kuptojnë që nuk është kjo zgjidhja të bojkotosh dikë dhe ta lësh të vetme.